Përshëndetje hoxh, a beson të dashuria e Perëndis? Allahu i lartësuar i do robërit e tij. Zoti i gjithësisë i do ata që e duan atë. Allahu i lartësuar kur e do një rob, i thot Xhibrilit, unë e dua filanin, prandaj duaj atë. Xhibrili i tregon me lajkeve të qiellit. E më pas e duan atë njeri edhe me lajket e qiellit. Dhe pastaj bëhet i pranuar edhe në tokë ky njeri. Ne si besimtarë duam Zotin e gjithësisë shumë. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Dhe ata të cilët besuan e duan Allahun e lartësuar më shumë se sa që mund ta duan idhujtarët, pra se sa që mund t'i duan idhujtarët idhujt e tyre. Ne e duam shumë Zotin e gjithësisë. Dhe Allahu i lartësuar i do robërit e tij. I do ata të cilët e adhurojnë atë. I do ata të cilët i binden atij. I do ata të cilët i besojnë profetët e tij. I do ata të cilët e besojnë profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. E pasojnë atë, zbatojnë urdhrat e Zotit gjithësisë. Allahu na boft prej dashmëve të tij. Amin.